Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gerta Gixhari heq dorë përfundimisht nga televizioni. Ja çfarë ndodhi. Ish banorja e Bikut, Gerta Gixhari është larguar pa pritur nga ekrani. Pas përfundimit të reality show-ut, ajo u bashkua panelit të emisionit Goca dhe Gra, ku bë pjesë e diskutimeve javore në ekranin e Topit. Megjithatë, në sezonin e ri televiziv gjithçka ka ndryshuar. Në vendin e saj tashmë është parë këngëtarja Rozana Radi, duke ngritur pikpyetje mbi arsyen e largimit të Gertës nga formati. Deri tani, Gerta nuk ka reaguar publikisht për mungesën e saj në sezonin e ri të emisionit, duke lënë të hapur mundësinë për projekte të reja ose një shkëputje të përkohshme nga televizioni.